Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve ka reaguar në lidhje me arratisjen e mirë organizuar të Altin Docit, ngjarje ndodhur ditën e martë. Në reagim theksohet se IEPV Durrës nuk ka zbatuar protokollin. Nga verifikimet paraprake rezulton se për shoqërimin e planifikuar, IEPV Durrës nuk ka informuar Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve dhe Komisariatin e Policisë Durrës, si dhe nuk ka raportuar në Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve as planifikimin dhe as realizimin e vizitës mjekësore në kundërshtim me aktet nënligjore në fuqi. Gjithashtu rezulton se nuk janë respektuar procedurat standarde për shoqërimin e të paraburgosurve dhe të dënuarve, thuhet në reagim. Ndërkohë shtohet se me urdhër të Drejtorit të Përgjithshëm të Burgjeve është pezulluar i gjithë zinxhiri komandues i institucionit të ekzekutimeve të vendimeve penale Durrës me qëllim garantimin e një procesi të rregullt ligjor dhe administrativ. Referuar ngjarjes dhe veprimeve të ndërmarra, Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve në bashkëpunim me Shërbimin e Kontrollit të Brendshëm në sistemin e burgjeve, në drejtimin e prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të Përgjithshëm Durrës, ka vendosur ndalimin e 8 shtetasve.